Për çfarë veprimesh je penduar? Po normal jam pendu për shembull që kam përdor familjet nga jashtë, a kupton? Një diçka që ato e kanë bërë dhe unë se kam pru në vëmendje të publikut kurrë, a kupton? E kam lënë publikun që ta shohin. Atë po, a kupton? Mund të jem penduar për shembull që mund të kem përdor pyetjen DJ Gimbos për një diçka që s'ka lidhje me DJ Gimbos, sa do shok tjetë, a kupton? Personal do të jam pendu fare. Gjë shumë e thjeshtë. Çfarë ke frikë se publiku po mendon për ty tani? Gjitha gjërat. Frika më e madhe që mendon është që ky njeri nuk riparohet, kështu është. A kupton? Që nuk është e vërtetë, se këtu jemi në lojë dhe jemi në një lojë presionit ku provokohemi çdo orë sekond. Unë s'kam provoku përveç se kam shpalos fushatën dhe kam dash për të fitu lojën, me ato mënyrat e mia si kam ditun për mi bo, për mirë për keq kam hangër pasojat. Frika më e madhe është që nuk jam familjar, që nuk kam shirë për familje. Kjo nuk është e vërtet, a kupton? Edhe këtë do e kuptoni ju avash, do Zoti, po mu dha mundësia që ti shifni taman emocionet e mia, a kupton? Kjo, dy frikat më të mëdha.